Mamaja ime dinte të shkonte në punë, të lexonte gazetën, të pinte kafe, edhe rriesha. Unë jam rrahur shumë te nëna ime. Një zë më thoshte mos e bëj, mos ik. Po prapë unë kisha arritur, domethënë në atë pikë që pa shkollë, pa gjë, pa një lotër, pa një libër, pa një gjë, asnjë gjë që një djalë të ngacmonte në rrugë, mamaja ime më bërtiste, më thoshte mua, kuptohet e vogël ti, domethënë, këto janë gjëra që nuk mund t'ia thuash fëmijës. Nuk mundet dot të shpëtoje, të kërkojë ndihmë në polici. Ku të vije, po ku do vesh, ku nuk ke mbështetjen e familjes, ku nuk ke, unë nuk isha më e virgjër, më kupton, nuk isha më, ku do vesh, ku do mbytesh? Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jemi live me Odetën. Ditën e sotme me live intim ne do shkojmë shumë larg. Do të jemi një nga vendet e BE-s. Do lidhemi me një 44 vjeçare, ajo është shqiptare, por është larguar nga Shqipëria shumë vite më përpara, ku ishte vetëm 16 vjeç. Një 16 vjeçare e rritur në jetimore për disa vite, pasi prindet ishin divorcuar dhe fatkeqësisht nga fqinja u njohi një djalë që e trafikoi drejt shtetit italian dhe 16 vjeçaria asaj kohe për vite të tëra bëri punojsen e seksit në Itali dhe në Londër. Ditën e sotme ka vendosur pa dorashka të rrëfej të shkuarën e saj dhe për të përcjellë një mesazh të fortë për të gjitha femrat që ndoshta ndodhen aktualisht në situatë trafikimi të marrin guximin për të denoncuar. Do e dëgjojmë së bashku këtë histori vërtet rënqetëse, hapdritare dhe e ftoj me njëherë 44 vjeçaren. Atëherë, unë vina një qytet shumë e vogël. Dhe për fat të keq jam edhe një fëmijë jashtëmartese, që do të thotë më ka ndjekur ajo stigma e keqe që në fillim, që domethënë sa kam dalë në këtë botë. Nëna ime ishte e re, 19 vjeçe, u dashurua me dikë, nuk përfundoi. I kthyen krahut familja, dhe unë kam jetuar në shtëpinë e fëmijës deri 3 vjeçe, diçka kështu, dhe më ka marrë më vonë nëna ime. Kemi pasur një dhomë të vogël. Nuk ma ka lënë ta harroj faktin që ajo më mori nga shtëpia e fëmijës, domethënë, diçka kështu vetëm në filma e shikona, po ma kujtonte gjithmonë. Më thoshte mua unë të mora nga shtëpia e fëmijës, më mirë. Kur i natoseshe me mua më mirë të kisha lënë aty, rracën e poshtë, ringjan aty. Domethënë, që në atë kohë u hodhën bazat për mua. Domethënë. Dhe kuptohet, unë kisha një komshie, edhe ajo ishte në Itali, ishte më e madhe se unë në moshë, diku te 24, dhe rastësisht ai tutori i saj kishte një shok, dhe erdhën aty ku jetoja unë, atë qytetin e vogël. Dhe të them të drejtën, më tha, ajo e dinte shumë mirë situatën time, e kupton, si unë jam rritur në një fukarallëk ekstrem, domethënë kemi qenë 4 veta, sepse më lindi dhe një motër, në një dhomë. Me thënë, një lavaman kishe, banjon e ndani me 10 të tjerë, sepse ishin të gjithë familje që prisnin, nuk jam e dorës së zezë, po ishin familje që prisnin të bëheshin apartamentet apo shtëpi që jepeshin atere. E kupton dhe normal, nuk është se ishe në një prioritet i madh. Kishin të gjithë një dhomë aty, banjot ishin kolektive, me thënë, duhet një natë dimri të t'i tregoj të gjitha. Dhe situata ishte, do me thënë, për mua mamaja më hoqi nga shkolla, kam bërë vetëm 8 vjeçaren, dhe kam qarë aq shumë, sepse shkolla ishte vendi më i lumtur për mua. Unë jam rritur që në moshën 9 vjeçe të filloj të laje, të bëje, të shplaje, lindi dhe motra kur unë isha në klasën e 8, dhe kujdesi për atë kaloi gjitha tek unë. Do me thënë, mamaja ime dinte të shkonte në punë, të lexonte gazetën, të pinte kafe, dhe unë merresha me fëmijën, do me thënë. Po, dhe ishte shprap shtatzan, priteshe të linte në fund të vitit, do me thënë, unë me atë mendjen time thash, kjo është edhe rriesha, unë jam rrahur shumë te nëna ime. Do me thënë, dorën që më vinte ajo nënë, unë nuk e kuptoj, unë kam vajzë vetë, kam fëmijë vetë dhe e ngre pak zërin dhe më hap për brenda. Do me thënë, them, ndihem shumë, jo më, nuk e di. Do me thënë, ajo ka qenë dhe shtyrja që unë tha ajo, gjitonja ime atëre tha, kështu tha, ideali tha të pata dhe
do të vish tha me mua, tha, këto do jemi bashkë andej, këte andej. Do me thënë e pash edhe një çik si shpëtim. Si thon daljet e emergjencës, me thënë nga situata ku isha. Si një shpëtim që do largoheshe nga dhuna që të ushtronte nëna. Nga të gjitha në shtëpi, do me thënë nga të gjitha në shtëpi i thënçin. Do me thënë tash këtu është hell, është ferr. Po edhe andej nuk e di çfarë është, po s'do jetë kështu siç është këtu. Do me thënë gjithmonë një zë më thoshte mos e bëj. Mos ik. Po prapë unë kisha arritur, do me thënë, në atë pikë që pa shkollë, pa gjë, pa një lotër, pa një libër, pa një gjë, asnjë gjë që një djalë të ngacmonte në rrugë, mamaja ime më thoshte nga embrat më të këqija që mund të, edhe një mashkull, do me thënë, më bërtiste, më thoshte mua, po, do kuptohet e vogël ti, do me thënë, këto janë gjëra që nuk mund t'ja thuash fëmijës. Por babain tënd biologjik arritet ta njihë kush ishte, se ka ardhur një fëmijë jashtë më the. Po, për herë të parë, do me thënë, mamaja ime ka qenë një çik narcistike, kur i thonë, me narcizëm, më ka çuar kur kam qenë 6 vjeçare. Dhe si për të bërë paradë babait tim, do me thënë që ja urdhro, dhe unë i ngjaj shumë kopje babait. Dhe më çonte edhe në kampin e pionerëve në Durrës. Po. Babai im është nga Durrësi. Dhe e kisha parë, ka ardhur dhe njëherë aty ku unë jetoja, dhe e kisha parë një 3-4 herë. Me thënë, ai familja aty nuk donte atëre, një 3-4 herë, dhe për fat të keq babai im është vrarë në 94 në Itali. Më vjen ka keq, e ke humbur babain. Po, do me thënë, kur arrita unë në moshë që gjëra kanë ndryshuar, të gjitha jam e lirë, më the tash, unë e dija që në atë kohë, sepse dhe ime më tha, mu bë kurban, tha, e morën e zunë në akademia, tha, se më la mua, tha, me shtatzan, dhe pavarësisht se unë nuk isha patur atë të lidhjen, baba, çup, prap, do me thënë, kam qenë gjithmonë e trishtuar për atë fakt. Dhe më vjen keq që pas ka humbur babain. Në 95 mbushë 16 vjeç dhe komshia në një farë mënyrë të mbushi mendjen që ti më mbushi mendjen, më mbushi mendjen dhe më mbushi mendjen unë, do me thënë isha në atë, si thonë, në bus të greminës dhe më duhej pak ajo shtyrja. Dhe rash dakord, dhe kështu kemi ikur, kemi udhëtuar, kam ikur, do me thënë, kemi vajtur diku për vizit tek një e afërmja e mamas time. Dhe aty gjeta rastin, se unë ka pasur motra ime ka qenë shumë e lidhur mes meje. Do me thënë, kudo që unë shkoja ajo mbas, thua se kisha bërë unë kur i thonë. Dhe kështu kemi ikur me një taksi, e kishte marrë ai se më kishte ndjekur atë ditë, më ndoqi ku vajtëm, ku s'vajtëm tek ai qyteza e vogël atje. Dhe kam ikur në taksi dhe kemi ikur tek shtëpia e tij. Aty kemi ndenjur një javë, prindërit e tij e morën vesh, dola në televizor, dhe i thotë jo, ua, i thotë, kjo është kjo, i thotë që ke këtu ti, i thotë. Dhe jo, i thotë ai, jo, se nuk i ngjan fare, dhe fik televizorin. Dhe si duket, këto ishin gjëra për paskena që unë nuk i dija, bëm fjalë. Pra, nëna juaj kishte bërë një denoncim. Mamaja ime punonte aty dhe drejtori i fabrikës ku punonte, nga, do me thënë, i erdhi keq, dhe i tha, po sikur i tha, ta nxjerrim, i tha, në televizor, dhe më ka nxjerrë në TVSH-ja atëre. E qartë, si një vajzë që kishe humbur dhe ishe zhdukur. Ndërkohë, djali që të trafikoi, çfarë moshe kishte? 24, 25 gati. 25, ti 16. Ti ke qëndruar një natë tek shtëpia e tij, por prindit e tij si reaguan? Një javë gati. Shumë, do me thënë, në fillim se këto muhabete nuk bëshin në planin time, po kur dola në televizor, atëre ata e kuptuan që nuk ishte aq historia rozë sa e kishte pikturuar ky, që ne dashuroheshim dhe bla bla bla. Po. Ja, apo nëna ime më kërkonte dhe më vonë e ka marrë vesh, i kishte tani jati o çoj mbas o ik që këtu. Dhe ikëm nga ajo shtëpia e tij, kemi vajtur në një shtëpi tjetër, nuk e di e kujt ka qenë, deri në pritje të dilte, si i thoshin, rruga Megomone. Je nisur me Gomone nga Vlora drejt barit? Po, drejt barit, po. Dhe pastaj ku vendose, në cilin qytet u vendosët përfundimisht? Në Toskana, në Pistoja të Toskanës.
Aty qëndrove plot 7 vite dhe bëre punojësen e seksit. 4 vite, se të tjerat kanë qenë në Angli. Katër vitet e tua në Toskanat Italisë kanë qenë një ferr? Po, kanë qenë aty, po. Nuk munde dot të shpëtoje, të kërkoje ndihmë në polici? Të vije, shiko, Odeta, më shumë, shiko, është, do me thënë dhe unë vetë si person, pa imagjinueshme që, po ku do vesh, ku nuk ke mbështetjen e familjes, ku nuk ke, unë nuk isha më e virgjër, më kupton, nuk isha më, ku do vesh, ku do mbytesh, se mos ka autoritete, se mos të thot njeri moj shko këtu, jo, ku do vesh, dhe je e vogël, dhe mua më vjen zor ta përmend, do me thënë, po e kam folur gjithmonë edhe me psikologun, se unë t'jem gjithmonë në faj, ke dhe atë dashuri i thënçin, do me thënë ato ndjenjat e adoleshencës, nuk e di çfarë, do me thënë, ka qenë një mori rrethanash, do me thënë që ti nuk ke ku vete, nuk ku do vesh, mua mamaja më do më vriste, po të kthesha. Ndërkohë, pas 4 viteve që ndrove në Toskanat Italisë, ai person të çoi në Angli dhe 2 vite të tjera punove në rrugë. Jo, në Angli nuk punoheshe në rrugë. Të me thënë, në Angli nuk punoheshe në rrugë, për arsye sepse vetëm ata që ishin junkie, që i thoshin kështu të drogam dhe të tash, sepse në Angli kishe, si thonë shqip, se duke që publike, bordello. Do me thënë, nuk është se ishte legalizuar, më kupton, po që ishte në një sistem tjetër, do me thënë. Për shembull, ata që bënin atë publikimin e bëshje si tip kartolinash me një foto të një modele që mund të ngjasonte pak dhe vishin në kabinat e telefonit në Angli. Do me thënë, dhe në qoftë se një nga këta punat që i shpërndante këto, ishin të punësuar nga këto flats që i thonë aty, në qoftë se policia e kapte, merrte mbante njëri te gjobe dhe do me thënë, ose ishin kartat, shkonin këta të komunës, shkonin këta të telekomit, për shembull, sepse nuk ishte vetëm një kartë, po ishin gati 30 karta aty, edhe shkonin njerëzit telefononin. E dashur, pra fotot e tua, le të themi, dhe të shumë vajzave të tjera shpërndaheshin në kur themi në Angli bëhet fjalë për në Londër. Jo fotoja origjinale, një foto që ngjasonte pak. Që ngjasonte me ty. Bëhet fjalë për në Londër? Po. Në Londër. Pra, disa foto që shpërndaheshin me numra telefoni dhe nëse dikush ju telefononte, vinte në atë shtëpizën ku ju qëndronit dhe ofronit seks kundrejt parave. Po, fotot, do me thënë, këto shtëpi ishin me qera nga një madam që i dhoshin aty, dhe ajo për shembull punësonte një recepcioniste dhe vare mund të mbante një vajzë, kishte edhe shtëpi që kishin 15 vajza, kishte edhe shtëpi që kishte vetëm një vajzë ose 2 dhe ishin me turne për shembull gjatë ditës, gjatë natës dhe bëheshin këto foto, printoheshin diku këto kartolina, si kartolina me tiparet, me përmasat dhe dikush merrte në telefon dhe thoshte për shembull që mund të më japësh pak më shumë informacione dhe nëse i pëlqente apo i dukeshe diçka për të, atëre vinte i jepi adresën dhe vinte aty, do me thënë. Unë isha e lumtur që nuk do isha në rrugë, më kupton, sepse unë pasojat e të ndënjurit jashtë, natën, dimër, behar, pagjumësi, të gjitha unë i ndjej dhe sot e kësaj dite, do me thënë, i kam më ndjekin, kurse aty isha e lumtur sepse ishte më higjienike, ishte ngrohtë, mbi të gjitha ishte e sigurt, do me thënë, unë kur i mendoj tani se sa vajza dhe mua për shumë më kanë ndodhur që më kanë marrë lekët, më kanë qelluar apo më rrëmbyen atëre. Nuk ka tani që ka rënë truri apo që ke gjendur atë paqen që i thon, thua o Zot, pas kam pasur një ëngjëll mbrojtës me kuptimin e vërtet të fjalës. Ju keni qenë vetëm një vajzë e mitur dhe është e frikshme ta mendosh që çdo natë duhet të dilje në rrugë, të bëje punojësen e seksit për të fituar para. Deri në sa klient shkonit në çdo natë? Ishin disa faktorë,
sa vjeç ishe, mbi të gjitha, çfarë pamjesh kishe, ishe brune, ishe bjonde, ishe shëndosh, ishe gjatë, më the të thash, sa aktive ishe në kuptimin që ti të riqe personat që kalon makinë, sepse ishte impresioni i parë që i thonë. Dhe mbi të gjitha, do me thënë, varej pak edhe nga ditët, do me thënë. Mund të kishe vetëm një person, mund të kishe edhe 10, do me thënë. Si, për një natë kishe 10 lek, shkoj me 10 persona? Vare, do me thënë, një person, në qoftë se ajo kjo ndodhte në qoftë se ishin këto që i thoshin blicet e policisë, kuptimin që ikje, fshieshe apo më the të thash, ose do me thënë ishte ftohtë, ishte shi, varet kishin shumë faktor, do me thënë, imagjino ti 16 vjeçare të mendoje o bo, dhe kuptoje që në qoftë se nuk arrije një farë kuote, është e vërtet që disa kam pasur kuota, unë do them të drejtën, e kisha dhe unë një kuot, por ishte një kuot, tek mua e bënte në një mënyrë manipulative, në kuptimin që jo se ai priste që unë të bëja kaq, por ishte, ja, shikon, tash si do ja bëjmë neve? Sepse ti nuk jep më të mirën, nuk bën maksimumin, ishte faj jot për çdo gjë. Ishte faj jot. Dhe drejt për drejt, në shumicën e rasteve unë nuk kryesha drejt për lekët, por si i thon me spond për gjëra të tjera. Dhe sa para fitonit ju në një natë? Atëre ka qenë lireta. Po, se flasim për vitet. Po, lireta diku tek minimumi, do me thëmë, eqim këto ditët e këqia që ndodh një rallë, po 350.000 deri në 1 milion lireta. Duke marrë parasysh çmimet që ishin 1 milion nuk ndodhte shumë shpesh, do me thëmë shumë rallë, por duke marrë parasysh që ishin çmimet 50.000 lireta në atë kohë. Si arritet të shkëputeshe përfundimisht nga ky person? Unë u largova, me thënë Anglia ishte diçka tjetër, në kuptimin që njerëzit ishin më ndryshe dhe ishte edhe pak jashtë kthetrave. Më kupton, në Itali ti je në kontroll, kalojnë ore minut, bëjnë xhiro aty të shikonin çfarë bëje me kë flisje, kurse aty nuk të ashtu, sepse ato nuk pranonin, këto madamat që ishin nuk pranonin tutorët. Më kupton, dhe po ta merrnin vesh që ti kishe tutor, nuk të merrni. Më kupton se nuk donin probleme. Kujtimi më i keq në 7 vite që bëre punojësen e seksit? Kujtimi më i keq, të gjitha kanë qenë të këqija. Unë edhe sot e kësaj dite, do me thënë ja tani në orën 1 kam terapin për te psikologu. Të gjitha kanë qenë, të gjitha do me thënë, nuk mund të them një, ka qenë fakti që nuk e di trupi i njeriu çfarë pas ka qenë apo truri, por di të them që vetëm ai shpirti, ai si thon, ai shpirti i përbrendshëm të ka ngelur gjallë, se je komplet, do me thënë, gjithë këta njerëz, gjithë këta nuk je më njeri, je kafsh, je robot, je, do me thënë, të gjitha, dhe mua çdo moment i asaj kohe për mua është një kujtim, është një plag, do me thënë, sepse të formon si njeri, unë jam 16 vjeçe dhe të arrish të përfundosh në një dynja të këtill, në një botë të këtill, si thonë, në këtë situatë, formohesh edhe si njeri. Do me thënë, ndryshohe, po, dhe unë kam shumë kujtime nga ai, në kuptimin kujtime që më ka rraur sa s'ka më. Kam ato që jam kthyer në Shqipëri në 97, që
gati edhe aty u rëmbeva, do me thënë nga një makinë që daloi taksin dhe i tha ajo vajza do vi me ne dhe ky e mbaj mend si sot ai çuni ishte një 30 vjeç tha motra tha më vjen keq tha po ata të kërkoj dhe unë vajta aty dhe fal zgjuarsisë time që më tha ti ke ardhur ta nga Italia i thash po tha i thash kam ardhur se më ka vdekur babai dhe për rastësia, do me thënë që unë kisha roba dhe ka qenë ngjyra ime e preferuar e zeza, e i thash më ka vdekur babai dhe kam qarë nga Afrika aty, i thash kam lënë vajzën e vogël, i thash në Itali unë s'kisha fëmijë fare, kam lënë nënën e paralizuar, i thash po na ka vdekur babai, i thash unë këtu, edhe sado që ishte, mbaj mend si sot ka qenë një makinë Mercedes gri me pistoletën në dorë, me kështu i fryrë, kështu, tha, okay, tha, nuk që ke tha nga toti, tha, hec ta, dhe do t'i them unë ati taksigjiu, ta të çoj tha sakta në shtëpi tha, okay, motra tha, po të kesh ndonjë problem tha, këtu përdallë kështu, edhe kur kam ikur, më ka rënë komplet gjaku, duke di, do më thash o zot, ja hodha. Edhe tha ai taksigjiu, më tha mua tha gjotha, o tha unë kam frikë tha të lë vllai ty tha aty te stacioni autobusave tha, se do më çonte në Vlorë. Nuk më çoj. Ka qenë një vit shumë i frikshëm për gjithë shqiptarët në Theshtata, e qartë, e kuptoj edhe situatën në cilën je përballur dhe nuk arrin ta mendosh kur je e re, kur je e pa ekspozuar, më the të thash, nuk arrin ta mendosh dhe je gjithmonë atë adrenalinën. Je në atë çdo ndodhi sot, nuk ton sepse unë për shumë tani kam dhe angst, që si i thonë angst i themin edhe? Angst, e qartë, e kuptoj. Angst. Unë i pendoj çdo ditë, do me thënë shikoj një diçka, më vjen déjà vu, më vjen të besoj. Se i kam harruar dhe kur të ndjek ty gjithmonë, shikoj dhe të them të drejtën kur shikoj disa vajza them që kanë me vite të tëra, më thonë kishe shumë nga grupet rivale, apo nga meshkuj, nga tutorët rival, që i vrisnin, kishe italian që të vrisnin, apo marokenët, apo më thonë se kishe dhe instruksione që për shumë marokenët, tunizianët ishin shieshi si shtresa me ullët. Por me nënën tënde, sot ke kontakte? Me kë? Me nënën tënde. Ka vdekur, po bën që në 2015. Që e ke humbur dhe nënën. Po, por unë kam qenë zëre nënën time, kam pasur 13 vjet në jetën time. Do me thënë, nga gati 5 vjet që unë jam, 45 që unë jam, nëna ime ka qenë prezente 13 vjet. Do me thënë, 3 vjet kam qenë në shtëpinë e fëmijës dhe 13 të tjera. Do me thënë, unë nuk kam pasur nënë. Kam qenë eksaktisht si i thonë asaj fjalës, jetim me prindëri gjallë. Dhe nuk jam arritur kur, dhe ajo nuk ma ka falur kur që unë i ka, nuk ma ka falur kur që se kuptohet e mori vesh çfarë unë bëja aty, më kupton? Dhe nuk ma ka falur kur dhe më ka gjithmonë, ma ka kujtuar dhe gjithmonë më ka thënë prap fjalën e fundit. Kështu që nuk arrita kur që unë me nënën time të kisha atë raportin dhe unë thosha gjithmonë, të kisha nënën në krah, si që kam pasur disa vajza, nuk do e bëja kurrë atë gabim të ikja, kurrën e kurrës. Por sot fal Zotit je sistemuar. Po, ta je sistemuar, stilin ndryshe të jetuarit dhe besoj që po kërkon lumturinë. Shiko, lumturia ka shumë dimensione. Dhe nuk mund të jesh, unë nga eksperienca ime, unë kam një partner, është i huaj, do me thënë është komplet e ditë gjithçka, është shumë i hapur, është njeri shumë i mirë e të gjitha. Mirë, po nuk mund ta gjesh atë lumturi pse se mua më janë privuar shumë gjëra. Që kur kam dalë në këtë botë është vendosur për mua, jo, ti s'do kesh baba sepse neve nuk na pëlqen nëna jote. Është vendosur për mua që sepse ti je fëmia e atij dhe më kujton mua atë, unë nuk të dua. Më kupton? E qartë. Dhe shumë njerëz më thonë mua, po si ka mundësi, po ti ishe fruti dashurisë.
Po, normalisht e fruti i dashurisë, po të lindësh në vitet 70 dhe të braktisesh, dashuria ikën dhe ajo e ktheu të gjithën urrëtitjen që kishte për timate ka kthyer tek unë. Dhe nuk mund ta arrish gjithmonë atë sepse je shumë plag dhe janë bër si thonë shenja nga këto plag dhe siç të thash, domethënë tani nuk mund të jetësh dot kurrën e kurrës mbrapa krave, po janë pasojat që unë i kam tani, duke pasur E dashur, unë sinqerisht të uroj jetë, shëndet, të uroj lumturi, gjithçka që të ka munguar Zoti t'i dhënë dhe ti kesh të gjitha. Unë të falenderoj që vendose të flasësh me mua dhe të tregosh të shkuarën tënde, një shkuar që fatkeqësisht fatin tuaj e kanë patur dhe shumë vajza të tjera në ato vite. Kështu që sinqerisht të falenderoj dhe të përshëndes. E dëgjuam rrëfimin e një ish punojse seksi, e cila tregoi peripecitë, torturat nga tutori i saj. Mirë, ne urojmë më të mirat se 44 vjeçare, e cila tashmë me psikologe ndiqet, ka krijuar familjen e saj, është bërë nën dhe urojmë gjithë të mira dhe qoftë si një nënë e lumtur për gjithë jetën. Do të vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live të dashur miq dhe do shkojmë tashmë në Itali. Do lidhemi me një 45 vjeçare me emrin Violeta, e cila do të tregojë për problemet që ka me bashkëshortin e saj. Ka 2 vite që është martuar, ka 2 vite që ka shkuar në Itali tek burri i saj, por është gënjur nga jetesa që ai i ka ofruar. Shumë premtime i dha kur ishte në Shqipëri, por tjetër gjë i ofroi në shtetin italian. Kështu që ha dritaren dhe e ftoi menjëherë Violetën. E dashur Violeta, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Zet. Më ke telefonuar nga Italia? Po, si. Okej, po, unë jam. Nuk bëj shaka. Po çfarë problemi ke ti? Kam problem që jam e martume për një viti dhe vetëm sot dhe tutje do më thanë që një vit e këto as mënyra njerëzore në familjet burrit nuk kam po, kërkon. Të betohem me një unaz, si më ka marrë burri, njerëzit e burrit fare nuk i moj mend se më kanë telefonu një herë. E kam probleme me burrin se burri nuk jeton me shpim veti, po jeton me një romun. Unë e mjë në rënë 12, kur ashtë ai, burri del në rënë 6 në punu, të puna si për herë. Burri jam ka fëmijët. Njënin e ka 15 vjeç, tjetrin 13. E dashur Violeta, më the që ke një vit që ke shkuar në Itali. Po. Si e njohur me burrin tënd? Mund të ma tregosh? Me shkullësi jam një. Mami më thot, më rënë të si e mirë, vetëm i ba shifin, shkullësi që shkullësin e kanë ba njëft mirë. Shkullësi si ka pa ditë fare këtë gjana. Të betohem, kishu, ke ka zani natën, kam ike e kam marrë, ke palati. Por ti marrëdhëniet me burrin si ke? Edhe mirë, edhe kesh, se nuk ju baj shërbim rëvët vetë se ka vllahun këtu, në Itali e ka djalin e akonati. Për shpëritet se do ta moj e burri jem për herë. Unë kam pas punue, që 7 vjet kam pas punue për vetim pasënëri në Rëshan. Se mirë ditor jenë atë dy. Ti nuk e sjell në jetë fëmijë me burrin që ke? Jo, as nuk e ka plan me sjell, i kam thënë do me kriju familje, po këtë e di se merre me një disha, nuk ka normal me kriju familje, fare. Por pse nuk Po janë Pse nuk kthehesh në Shqipëri? Ti pse? Nuk kam me kam kthy, se më thon motra me mamin, rrin se jem ventat. Këtu nuk rrihet. Ma shumë kam dhe lot se ka roshin nga qeli. Vese nuk i vehem fort mamës me grinde me shqetsue. Vla jem ka thënë për shdo gjara, kam vlajnë në Greqi të punua, ka 2 fëmijë ai, ka thënë për shdo problem më thuj, nuk i kam thënë se mjë zërë. Edhe këtë mama jeme mu të, nuk, se thënë se dolin shumë me goca vinojt, se me hik, me më dhënë një mundësi me hik, por hik nuk i rrej, natën paron i hik.
Nuk e di, jam shumë e stresuar me det, më falë se të kam shqetësuar, po të paktën më jep në ide që mundem me bë, dhe nuk e di. Ti ke që prej tetorit të vitit kaluar dhe deri në sot që jeton me një burr që nuk e do. E vërtet. Por ai si sillet me ju? Ai sillet o det se ai ka se vetëm ju shërbej vet, unë nuk u shërbej, një vit u kam shërbej, një vit për me pa gjenjen, domethënë jo me pa gjenjen, po mënyra edukata ime me punë sa ishin detyrim për mua për mi ba. Po jo se ka njerëzit e vet, unë më kujdes për ta, njënin e ka 40 vjeç, e tjetrin e ka 22 vjeç. Kanë marru për më kujdes unë. I kam thënë, i thash një herë, vin nënat e veta e të shërbejnë. Mu nuk më kam thënë, nuk më ke marrë për shërbyse. Të betohem ja, shështon, domethënë, kështu martesa nuk kam pa kështu ndonjëherë. Pse i quan veten shërbyse? Domethënë, në emigracion të gjithë familjarët ndihmojnë njëri tjetrin. Dhe ai në këtë rast po ndihmon vllajën e tij dhe nipin e tij. Pse i quan ti veten shërbëtore? Po është edhe Rumunia te më e det. Kush Rumun? Është në shtëpi Rumun, jeton burri im në shtëpi, nuk jeton në shtëpi vet, jeton në shtëpi, atë në shtëpi huaj. Domethënë paguajnë qiron bashkarisht, i kam thënë, sa paguaj qiron 1 milion. Po 500 ja fut i marrin fëmijët normal. Kur më tha para 1 muaj, do të marrë thanë nosin tjetër tha unë tha. Violeta, burri juaj është ndar nga gruaja e parë? Po, anda kur ka marrë dhënë, kur më ka fut letrat mua. Po. Me ata fol pak mami, jo shumë mami, me mua pak më adhunse. Sa fëmijë ka nga martesa e parë? 2 ka. Po 2 fëmijët me kërrin, me nënën apo me ju? Me ditë veta, për çdo të premte e të shtunit diel i man baba i vet ka një herë një javë vin. Jetojnë në Itali fëmijët me nënën. Po. E dashur Violeta, ti jeton me burrin apo burri jeton në një shtëpi tjetër, se nuk po të kuptoj. Burri jeton në shtëpi me Rumunin. Mamës teme nuk i ka pa thënë se me ka jetoj. Por të ç'lidhje ka ky Rumuni që jeton me ju? Çfarë ka burri juaj? Asgjë, vetëm kanë shtëpinë përbashkët. Asgjë. Shako, asgjë. Asgjë më shumë me pagu qiron. Edhe kështu nuk më pëlqen fare det nuk e di. Më ka thënë tash një vit do të bëjmë për shtëpi, herë të thot, ke për punu të thot, për me ble shtëpinë për burrin tem. Nuk e përballoj dot. Buk për vetën tem e blej, ushqim blej, po jo për shtëpi, nuk kam mundësi unë me punu. Se këtu janë punë me rregulla, jo si aty në Shqipëri. Nuk e di se ku do përplasem. Për të punuar ti duhet të punosh, sigurisht. Normal. Por ti nuk je kënaqur me bashkëtesën që po bën me burrin tënd në Itali dhe konkretisht çfarë vendi ti Italisë je? Jo, punën e ka të mirë. Punoj në fabrikë xhamash. Burri punoi në fabrikë xhamash. Në çfarë qyteti të Italisë je? Jam në qytetin e Milano, po pak më larg Milanos. Në periferi. San Giuliano. E dashur Violeta, ti kërkon të ndahesh? Po, e vërtet, nuk jetoj dot, unë të kem rrugë zgjidhje. Unë shkoj jetoj me një shtëpi tjetër ku në vend tem atje në Shqipëri, se jetoj me burrin. Por pse nuk e bën këtë gjë? Ndau, kush të detyron të rish me një person që nuk e do? Duhen para det për mundame, se unë kam pas bërë librimin, te nuk ndrohet ma mbi emni, unë ta dishim bashin mbi emnin tem, po familja më bëni me ndrohet dhe mbi emnin. Nuk e di se ku do përplasem. Nuk e di. As nuk i kam tregu vllajt, as kërkut. Ti jap një këshill? Po, okay, i një gjë këshillat me shumë vëmendje, si me qenë të një gjuhë momentan.
Dhe unë po të flasë si kur jam motra apo nëna juaj në këtë rast. Okej, por pra ne te kam shqetësuar në telefon. Jo, nuk më ka shqetësuar as pak e dashur Violeta në telefon, dhe mua e dashur Violeta, mundohu të qetësohesh. Kështu e kam për ditën o ditë, nuk e kam vetëm një ditë. E kam për ditë kështu. Por nuk është normale i gjithë kjo situatë. Duhet të qetësohesh, sepse ka një zgjidhje, padyshim. Por nëse ti nuk je e qetë, nuk do gjesh kur zgjidhje. Jo, të një gjej me vëmendje, vetëm fol një këshill e pranoj nga ti si me qanë, po më jam. Unë t'i jap këshillën që ti të flasësh me vllajën tënd, meqenëse që e paske pikë të dobët vllajën dhe të ka ardhur zor t'ja tregosh situatën. Unë dua që ti ta telefonosh vllajën dhe ti tregosh që nuk je e lumtur në Itali, nuk je e lumtur me burrin që po jeton, që ke një vit që po jeton me këtë burr dhe kërkon të ndahesh prej tij dhe të rikthehesh në Shqipëri. Dhe nuk ka asgjë të keqe të ndahesh me një person që nuk e do. Okej. Kur ti nënës tënde ja ke thënë këtë gjë, çfarë të ka thënë? Mami im thot vetëm thot mos u mërzit, sot mos u mërzit nesër, edhe çaj, ç'është tash sikur po çaj, tani me të, si jam e pa. Nuk e di. Por me burrin tënd ke folur? I kam thënë për si shto sikur sillesh ti, i kam thënë që natën pa han hike dhe unë nuk e kam problem. Veç se jam me pas, nuk jam me kam e hike me kam e hec. Por çfarë sjelljesh? Violeta, çfarë sjelljesh bën ai që ti nuk ndihesh mirë? Sjellje ai, unë i tham kur do krijojmë familje, në pak. Po të 3-4 vjet tonë, 2 vjet i bana, 1 vjet po e, u ba vjet i dytë, hiku si vjetja, hiku. Nuk e di, vetëm kërko ushqim, nuk e di, kë shpeja. Ti kërkon të bësh një fëmijë dhe ai nuk pranon. Po, nuk pranon. Kur për këtë i kam thënë, unë nuk kam marrë vesh me harit se buk, i kam thënë. Se për buk, unë e shes vetë bukën. Ku ditë me punoj e shes vetë bukën. Por si të trajton ty ai? Kur nuk nga marrë një fillë rroba, o det, që ditën e parë se kam dalë prej mamit tem, unë nuk pres më asnjë lloj gjanje. Pare. E ka motrën biznesmen në Tiranë. Ti po më tregon që partneri jot nuk kujdeset për ty. Fare. Por si, ju a dilni bashk, pini kafe? As kërkon, qa kafje, mos. Dalë këto mi pak prej, sa të kaloj gohen edhe në shpi prap. Kam pas raste se kam flet në balkon, kam flet në kuzhinë, karri. Po që shkjo në balkon, ke fletur në balkon, për qa ke fletur në balkon? Në balkon, për kesh në karri. Pasha zotën po. Si, ke fletur në karrike? Në karrik në kuzhinë. Pse? Se ishin ato, i thashim nuk du fëmin me flet në krevat me mume. Por fëmijët e ti si sillen me ty? Për të burri të trejnë, thos janë kalamaj, 15 vjeç, i ka pasën ora 4, i ka pasën ora 2, një më 2 më trejnë telefon. Më dhëmë teme. E ta shu Violeta, por unë dua të them që fëmijët e burrit ti duhet t'i respektosh, sepse E di, po burri më gënjeu, se ka kanë domen e vet pa fëmija, kanë domen e vet, doma vet e kanë tjerë. Se ndoshta bashorti jot për shkak se është i vetëm që punon, se ju nuk punoni, ai është i detyruar ta ndaj qeran me dikë tjetër, të bëj sakrifica, ndoshta është ky problemi dhe ti e keq kupton. Një muj pa thënë, nuk e di, se ku do të përballem nuk e di. Kjo nuk quhet sakrificë det, nuk e di. Më ka ardhur, nuk e di. Por sipas mendimit tuaj pse e bën ai të gjithën këtë gjë? As vetë nuk e kuptoj. Ai pse erdhi ke shtëpia me gjithë shposën me gjithë nan, e nuk mi tha të tonat vërtetat. Po kur erdhi kam thënë atë tjetër ta mrena. Po ke? A di si më duk? Bom.
po të bëj pi odet, më kanë para flok komplet, komplet më kanë para flok, nga stresi, vazhdoj akoma me mjekim. Violeta, sa vjeç jeni? Më fal që të pyes për moshën. Jam 45, i kam, po. Dhe 100 vjeç u bëfsh. Faleminderit. E dashu Violeta, unë të shikoj që ti je shumë e ngarkuar nga ana emocionale dhe vuan kaq shumë që mund t'japësh fund gjithçkaje, por nuk e di pse nëna juaj nuk e shikon gjendjen tuaj dhe t'ju marri në shtëpi. Ti ke nevojë për ta. Nuk kthehem unë në shtëpi, se me shkollësi e kanë bë, mama i priti, mama i përcolli, mama kret, edhe unë, edhe ke mama, një natë, dytën, e në nonë, ne ke mama, nuk du me hik. E du e respektoj, po për shto nuk e di. Por pse nuk do të kthehesh tek nëna ti? Kthehem ke nëna, po mentaliteti si thonë, u kthy goca filanit, ke më shpit vetë prapë. Moj Violeta, po që ke këto mendime, po pse çfarë t'intereson ty për mentalitetin e fshinjve, e fisit që a thonë për ty pse unë tave nga burri? Pse me për hir të fisit do vishe martuar ti dhe t'jeshe palumtur, të vuash? Asnjëherë, se po kam thani lumi jonë si jam të Italisë, thanë nuk ka. As nuk e di se kur do ta them. Violeta, mos ke frikë të tregosh të vërtetën dhe të kërkosh ndihmë. Mos ke frikë nga paragjykimet e njerëzve. Nëse ti kërkon të ndahesh nga i burr, ndahau dhe ktheu në shtëpinë e prindërve. S'kam me ka, se unë me pas me ka, unë as i sekond, leta nuk e shkel mashi tokë. Për me gënjeshtra jo, për me realitet ndryshe. Kështu si nuk e... Violeta, çfarë ke menduar për jetën tënde? Kam menduar se do të jetë më mirë, po jo se do të jetë ma skëter se isha. Të bëj një pyetje dhe mu tregoje sinqert. Po. E do burrin tënd? Me dësht e dua, po sjellet që banaj nuk nuk e di. Çfarë sjelljesh bën që ti ndihesh kaq keq? Mi shpjegoj që ta kuptojmë dhe ne. Sot do marr shtëpi, nuk e ka marr. Sot do dalin veti, nuk pranon me dalin veti, nuk më jep sot tani sot ka shtëpi. Pse erdhi, tham ke unë për me më kërku ke shtëpia mames, ke shtëpia babes tëm. Pra ti po më tregon që ai nuk mban premtimet. E vërtet. E dashu Violeta, i ke thënë burrit tënd që unë do largohem një ditë prej teje? I kam thënë. Çfarë të ka thënë? I kam thënë. Çfarë të ka thënë? Nuk i vjen mirë, dhe thotë unë pastaj thotë di, unë thotë si ç'a baj. E kam frikë se më vjen vetë familjen. Violeta. Po. Unë e kuptoj që ndodhesh në një pozicion jo fort të mirë dhe ti më ke marrë disa herë në telefon dhe ke kërkuar që të hysh në këtë live, më ke marrë në telefon, ke qarë dhe sinqerisht më vjen shumë keq për ty dhe dua të ndihmoj, por nuk di dhe se si të ndihmoj. Sepse jetia ajo që vendos. Nuk ka problem, po jam ngushtë, po jam ma me problematik, paktën dhe të më japish në rrugësitje, në i gjashat. Por, nëse ti e do burrin tënd, unë nuk të them do të ndahu nga burri. Nëse ti nuk e do burrin tënd, unë nuk të them qëndro me burrin. E dua vetëm për hir se ma ka dhënë mama se unë nuk i du fare. Se unë nuk jam njoftë me ta asnjëherë. Tani dashuria o e do, nuk e do Violeta. Tani unë e dua për hir të nënës, nuk ka logjik kjo. Njeriu o e do me zemër, o nuk e do. Nuk e di. Kam shumë probleme det, nuk e di se çfarë do bëj, nuk e di. Unë me një sekond me qenë me pas arsye ku me ik, unë nuk i rrej këtu fare. Por, o Violeta, por ndoshta burri nuk ka para të marrë shtëpi, të jetoni të dy, dhe ndoshta... Jo, nuk ka, e vërtet, ajo vërtet. Po kur ti e di, o Violeta, po tani edhe ti logjiko pak si grua e rritur tani, se e 45 vjeç, kur ti e di që burri nuk ka para, është i vetëm, ka vetëm një rrogë,
du të mbaj qeran, drita, ujë, të mbaj ty, të mbaj fëmijën nga martesa e parë, se dhe ata kanë detyrime. Ai është i detyruar që shtëpinë ta ndaj me dikë tjetër që qerajet i bjerë më pak. Kur ti e di këtë gjë, pse nuk e mirë kupton? Sa do ta duroj unë Odeta? Sa do ta duroj unë? Ti do ta durosh derisa dhe ti të dalësh në punë, të punosh dhe ti dhe të merrni të dy një shtëpi me qira dhe të përballoni jetesën. Ata jam me ty, ata. Po se po ble leta shtëpi këtu, Leo nuk ka mundsi. Po nuk ka lidhje të blesh nuk e shtëpi. përballoj dot. Violeta, nuk ka lidhje të blesh shtëpi. Nuk është e lehtë të blesh shtëpi në emigracion. Ne jemi vendali këtu edhe me zi problem shtëpit. Nuk do të thotë të blesh shtëpi, njerëzit jetojnë me qira, por të jenë të lumtur se vitet ikin. Si do ta përballoj vetëm vetë? Mirë, më vjen mirë që po i jep forca vetes për të përballuar, sepse të gjithë në jetë kanë probleme, por gjejnë forca për t'i përballuar problemet. Pse nuk përpiqesh të fillosh një punë aty në shtetin italian? Ku je? Nuk ka, se pos nuk të lidhi kush, nuk ka, edhe gjuhën nuk e di. Nuk ka marrë dhe pa përgatit me fare. Po nuk di komunikim. U bë 2 vite që jeton aty. Besoj avash do ta mësosh gjuhën. Se mësoj dot. E ke të vështirë ta mësosh gjuhën. Shumë. Veshi jot nuk është stërvitur me këtë gjuhë dhe nuk e mëson dot dhe kjo është pengesë e madhe për punën, nuk punon dot në shtetin italian. Por marrëdhëniet me ish gruan e burrit, ajo shqiptare është? Po, shqiptare është. Me atë si ke marrëdhëniet? Jo, nuk flas fare, nuk do ta njoh fare, nuk më intereson. E qartë, ajo ka kontakte vetëm me partnerin tuaj për hir të fëmijëve. Po. Nëse ti e dashuron burrin tënd, mos u ndaj. Mundohu të zgjidhësh problemet. Po. Pakten me këto këshillat që mi jep, do t'i ruaj edhe do t'i maj vesh. Mirë, mos u dorëzo, kjo është fjala që unë të them dhe mundohu të bësh më të mirën për veten tënde dhe për burrin tënd. Po, faleminderit det për këshillat që mi jep. Dhe uroj të bëhesh nën sa më shpejt. Faleminderit. Respekte nga ti shumë. Më falë si të kam shqetësu. Mos qaj tani, të lutem. Violeta, pse qan? Po. Pse qan? Të qaj se mërzitën, se ndoshta vetë kam mërzit edhe ty. Po nuk më ke mërzitur fare mua. Mua mbjen keq. Se je non, je prin, je gru, je gjitha punën e ke. Nuk më ke shqetësuar fare. Në fund të ditës kjo është puna ime. E dashur Violeta, e kuptoj që ti kërkon vetëm këshilla dhe ke nevojë për këshilla, ke nevojë për mbështetje, por unë prap tentoj dhe të them, fol me vllajin, fol me nënën vet, fol me motrat, vëllezër, çka ke, tregoj situatën, fol si një grua e rritur me burrin tënd dhe të gjesh gjuhën e përbashkët dhe të jetoni të lumtur. Faleminderit shumë, po të marrë edhe ti, faleminderit për respektin që më dhe, edhe për kurajen që më jep. Të përqafoj, forca. Të falenderoj shumë nga larg e dietë, të përqafoj nga larg shumë. Mirupafshim zemër. Mirë të dashur miqë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj të gjithëve ju që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Ditën e sotme shohëm 2 histori të 2 zonjave, të cilat treguan problemet që kanë pasur, problemet që kanë dhe përcollën mesazhet e tyre dhe ne urojmë të bëhet më e mira. Nëse dhe ju keni një denoncim për të bërë dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni dhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në TikTok, në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku çdo ditë, çdo paradite, ora 10 hyj live këtu në YouTube. Faleminderit. Pastaj ju dojën gjitha me letra, me lek. Uri se mora që i Kamalit në Greqi, po doni vetëm të më fundosnin. Në kjo bëhet xheloze për çdo gjë nga këto dhe më vuri gjithmonë më vuri përpara, se kishte forcën e lekut. Erdhën këta burrë e grua të më ngushëllonin për burrin. Unë nuk u bëra kafe, nuk mund desha. Sa i kërkova lekët, unë i thashun, po lekët kur do mi japësh? Çfarë lekë tha kërkova? Ti ashtu je, ti s'flet me asnjë më thosh mua. Po unë nuk jam si ty, më kthej kundra se kështu e mësonin ato. Më donin të çmendur, gjithë njerëzit e mi donin që të çmendersha. Tani zotun do ta nxjerr nga burgu, do të vi ty të vrasë aty ku je.
Hej, përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme unë dua të ndaj me ju një histori sa të dhimbshme, por edhe absurde për të besuar. Djali që shikoni në foto, quhet Spartak Qama, është 28 vjeç dhe në lindja skrapar. Ky i ri ka një vit që ndodhet pas sekurave, ndodhet në qeli dhe çdo ditë shkon në spitalin e Burgut, mjekohet pasi ka probleme të shëndetit mendor dhe paraqet si një rrezikshmëri shumë të lartë për shoqërinë shqiptare. Por e vërteta është krejt ndryshe. Spartaku gëzon një shëndet të mirë, mendor dhe fizik, por gjithçka ka nisur për një kemp. Familjarët kanë dashur t'i nxjerrë një kemp për të përfituar para dhe i riu ka përfunduar pas sekurave dhe merr medikamente të cilat po e shkatërrojnë shëndetin e tij. Nëna e 28 vjeçarit, Isberie Qama, e cila prej vitesh është larguar nga Shqipëria dhe ndodhet në një vend të BE-s, më ka telefonuar dhe kërkon të hyjë në këtë live intim për të treguar të vërtetën çfarë ka ndodhur me të birin e saj. E ftoi 55 vjeçaren për të mësuar më shumë detaje për Spartakun. Isberie, përshëndetje. Përshëndetje. Më ke telefonuar se ke një problem me djalin tënd. Çfarë ka ndodhur? Po. Unë e kam djalin në 28 vjeç, në qershor push 29. Si di që jati me fjalë, ishte në moshën më delikate 14 vjeç. Unë erdha në Shqipëri që varrosa burin, e 2 fëmijët, se kam 3 çuna gjithë, 2 fëmijët e mëdhenj, më tha ai me motor lëri këtu, se di shikon djalin, tha se ishte 18 vjeç ai, edhe merr vetëm të voglin, tha se e kisha pambush një vit e gjysmë të voglin. Edhe të vesh në Shqipëri se isha pa letra edhe mos të sjellin probleme për çunat që të kthehesh prapë. Si vajta mbarova punë me fjalë ato të vdekjes atje, ndonjë 50 e ca ditë derisa gjetëm një njerëz të më kthente prapë me lek. Ku isha? Unë isha në Greqi. Pra, burrit ka vdekur në Greqi? Po, burri ishte me dokumenta kështu që i përsëriste, po donte të bënte edhe për ne bashkim familjar dhe na kish marrë me lek derisa i bënte avokatja, e kish kap avokate, kishte 3 vjet që pagonte dhe lekët për procesin, por burri vdiq pastaj u dogjën gjitha, me letra, me lek, me burr, kur i thoni ikën gjitha dhe ngelën prapë ashtu në ajër, pa letra, pa gjë, kam ndonjë, edhe 6 vjet të tjera. Ti ngele me 3 fëmijët e vetme. Llogaritë vish në Shqipëri me një fëmijë 1 vjet e gjysmë si kishte mbushur ky i vogli që sot tani në maj mbush 16. Atëherë, në momentin që bashorti vdiq, ti u largove vetëm me djalin e vogël, 2 të tjerët ku i le? Kisha motrën atje me gjithë burrë dhe një djalë. Motra me burrin erdhi të më shoqëronte mua, edhe djali që ishte 18 vjeç do shikonte 2 fëmijët e mi, do flinte atje te këta. E qartë, pra 2 fëmijët i lën Greqi dhe ti erdhe me djalin e vogël për të përcjellë bashortin në banesën e fundit. Po. Çfarë ndodhi më pas? Si nuk bëra dot edhe pension për fëmijët, i bëra gjitha letrat dhe më thanë që të takon 8.000 lekë të vjetra në muaj, për të 3, se burri tha nuk kam pushur 1 vit në punë shteti, tha, po ka 9 muaj, kish punuar në ujësjellës në Bugov. Në Bogov Skaparit, e kuptoj. Po, u detyrova që i lash fare, as lek as gjë, u detyrova mora malin me 2.400 euro, që vajta prapë të fëmijët atje ku i kishja. Ku do t'i çoja? Pa përkraje, pa gjë, se ti e di se si është Shqipëria, as vllai as tjerë të përkrah. Vetëm po pate biznes. Po djalin e vogël ku e le? E mora, dhe ato në kurris e mora që i ka malit në Greqi që u ktheva prapë te vendi. Dolëm qënë me senatës me makinë dhe na çuan aty në dogan, para se të vesh në dogan në Gjirokastër. Morëm malit një 2 orë e gjysmë për pjetë, vetëm për pjetë dhe shik ishte rënë tornatën, që sa ka hedhur këmbën e parë më zmbushur, këpucë e re më zmbushur plot me ujë në një kanal. Dhe me fjalë, historira që do vetëm shpirti im i di së shumë me fjalë kështu se e di që të gjithë pikëllohen, se është histori që unë e kam vojtur vetë, po dua të përmbledh me fjalë, si djali ishte në moshën 14 vjet i madhi, unë për ato 50 ditë që kam bërë në Shqipëri, ky djali tjetër, ky nipi, mi kish mësuar cingaren, se ky e pinte vetë cingaren, dhe jam mësoj dhe djali tim 14 vjet cingaren. Kur vajta unë pas 50 ditëve, djalim e kishte nisur mirë cingaren dhe kish ble paqeta, vetëm më thot djali tjetër, mama, për të madhin, për vllain. Spartaku tha se Spartak quhet. Spartaku pi duan tha që kur ke ikur ti oma.
Po nuk i shikoja xhepat kur i laja pantallonat, i shikoja thëri me duani, po cigare si kisha gjetur, edhe e kuptova që ai e ka nis tamam. Kur pastrova një herë verandin, kisha lënë një bombë të madhe që kishim dëruar për gatim, e ngrëja atë që ta çoja, ta ndëroja vendin, kur shiko kishte futur paqetën poshtë bomblës. Aty e pas që ky mban paqet. Si e filloi që në atë kohë, 14 vjeç cigaren, e pashi jo gjë e mirë, me fjalë do shkatërrohem, hun në rat parë, po prap u mundova me ato të mijat, aty ku isha në Greqi ishte një vend që nuk kishte shumë popullsi, vini vetëm për bear. Çfarë Dhe vendi? ishte e vështirë. Çfarë vendi ke jetuar? Në Ishull, me fjalë në Kimi, diçka e tillë aty afër Kimit isha. Djali mu bë 18-20 vjeç, kam dhënë se 6 vjet të thash i kam dhënë atje, herë me punë, herë pa punë, po më kanë ndihmuar shumë grekët, gjitonet që më njihnin, burrin më njihnin, e dinin që ishte punëtor njëri ndershëm. Më sillnin gjysmë të xheres ditë për ditë me gjell. Ja, për perëndin që nuk gënjej asnjë gjë, dhe motrat e vëllezërit e mi nuk bën asnjë gjë për mua. Për këtë më vjen. Për kunetrit janë krye lart aty ku janë, në skrapar, sepse s'kishin çak më jepin, çak më ndihmonin. Ti e di vendin se si është ande lart. S'kan të ardhura, pa punë, pa gjë. Po për vëllezërit e mi që kishin më shumë forcë të më ndihmonin, sepse një motra ime ka pas ekonomi të mirë, që në kohën e Enverit e kishte zon veten, edhe më mbrapa akoma më mirë, dhe tani ka ikë në Amerikë, është bërë akoma më mirë. Edhe një ky djali që më mësoi cigaren, djali tim, edhe ky merret me këto gjërat e pistat te në Anglia, e kanë bërë shumë përpara. Nuk më dhanë dorë, po donin vetëm të më fundosnin. Në tjetrin kur si jep dorë mos i vësh këmbën, i thonin fjale. Ta shtysh më shumë në gremin. Po pse, çfarë? Çfarë të bën ty ata që ti mendon që Nuk e di, por është xhelozia. Unë me vërtet mora burrin tim, me mora fukara. Atje ku e mora, edhe vajta, dhe në fshat kur u martova, me një furgon si në atë kohë, që s'kishte mjete në 94. Edhe motra ime ishte xheloze, kjo e Amerikës ka qenë xheloze sepse kjo ka dashuruar që 12 vjeçe, derisa e mori vajti 23 vjeçe. Edhe i vinte ky inat se unë mora pe fisit mirë, ky e ka marrë një fis që është më e ulta fare, edhe babai nuk e dha, po iku pastaj, pas 8 viteve dashuri iku be. Edhe kësaj i vini inat, sepse ne qem edhe në Greqi, ky na mori, burri kësaj, mori burrin tim, dhe burri më mori mua me fëmijë. Dhe aty shikonte xhelozin kjo, kur i thoshin për mua greket, sa të mirë e ka Petrua, si quhej burri im, nusen. Edhe fëmijët si i mbante kurosur dritë kur vjen në shkollë, edhe vetëm duam të shikojmë, thoshin, ato që s'më kishin parë, duam ta shikojmë çfarë gruaje ka Petrua, se fëmijët ja shikojnë për dita për në shkollë. Dhe kjo bëhet xheloze për çdo gjë nga këto dhe më vuri gjithmonë më vuri përpara, se kishte forcën e lekut për çdo gjë. I manipuloj me motra me vëllezërit e mi që të gjithë me fjalë kam të gjithë kundra, përveç se një vëlla kam të madhin. Ai edhe unë sulmohemi nga gjithë ata. E dashur Yzverie, ti sot që flasim bashkë vetëm me një vëlla ke kontakte, të tjerët nuk të... Po, jo, me asnjë tjetër. Edhe me fëmijët e tyre absolutisht jo. I kanë shkëputur marrëdhënie ato vetëm se ishte ajo që i paguan çdo gjë, i ka bërë të gjithë me para e me makina e me kurse makinash që u kanë bërë ata që s'kishin ekonomi, vetëm për të qenë kundra me që gjithë, po tani u mësova, nuk e kam shumë problem. Si më vdiq edhe burri, në atë kohë e ndjen veten të lirë këta të më sulmoni, se me burrin nuk më bënin dot gjë, se burrin e kisha tamam zotëri. Ishte edhe me mustaqe, tipin e skraparit, që nuk i afroi njëri, me thon drejtë, dy fjalë thosh ai, të tjera nuk dinte ai të bënte si këta muhabetet gjata. E kuptoj. Sa vdiq burri atëre më sulmuan komplet. Me fjalë siç vajta në Novaj që varosa burrin atje. Që atje fillon edhe më shumë gjërat që mua më shkatërruan, po prap e rimar vetëm, po sa e rikujtoj shpirti me di. Më mori telefonin kjo motra, më mori lekët që më dhanë shqiptarët, më mblodhën, se më dhanë, nuk ja u e poshtë, më kanë dhënë para që më mblidhni dhe misimin, me emër, me listë komplet sa ka dhënë njëri tjetri, dhe kur dola në traget atje që të sillja burrin me fjalë, isha me këtë motrën, me burrin e saj, edhe me fëmijën tim të vogël në krah. Edhe po më takoni këta shqiptarët aty te trageti, si e pa dhe fëmijën e vogël, u erdhi akoma më keq. Edhe më thot kjo motra, më jep djalin ta mbaj. Unë tha,
mbaj çantën ti tha, se mos të bie. Jo, mbajti djalin më jep çantën mua dhe lekët. Edhe ja dha shumë. Unë nuk e llogarisja kur që të arri në këtë, edhe sot që nuk jam se them me ekonomi të mirë, prap nuk e mendoja kur asnjëherë që të arri motra të bëj diçka të tillë. Edhe që më mori çantën edhe lekët, ne vjetëm një natë në Afin tek një nip i burrit tim. Sa u bën ato dokumentat e burrit? Po, përcjell trupin në Shqipëri. Po, edhe ikëm ditën tjetër rrugës për të natën orën 4 të mëngjesit kem vajt poliçar. Sa herë më kujtoj për qa. Edhe motrëm kanë dhënë gjoja mbrapa të më ruante çantën, ato telefona, gjërat që unë kisha me vete, çka kisha marrë që mos mi lëvizte dhe djali në Greqi, mos mi merrnin fëmijët. Jo florin kështu, kishte burri një gjerda florini të trash kështu. Edhe i kisha marrë me vete. Kur vajtëm në Novaj me fjallë, aty u bë ajo mortoria ditën tjetër, edhe ikën motra kjo, me gjithë fisin tim, ikin ndanë, shpërndanë gjithë edhe, shikoj në atë kohë, si u rrallon njerëzit vajtat e çanta për të parë çantën, se më thote ke çantë në filament. Kur vete unë atje nuk gjej as telefon, as lekët që më kishin dhënë shqiptarët, shumë më kishin bërë grush, Ti kishte marrë motra lekët? Po, nuk pranonte dhe i them pse motrës madhe, se motrë madhe ndonjë me mua, gjëra për të më mbajtur ato një 5 ditë aty si për respekt, mos ta lëm vetën, edhe ta marrim kur të bëjnë të pesta, të shtatas të pesta, u jam bërë, e ta marrim poshtë, të kurrin këto në lushnja. Edhe i them motrës unë moj telefoni im nuk është te çanta, i thash te çanta ime. Po atje ti ka lënë Enveria, se Enveria që ajo e keqja fare që është në Amerikë. Edhe i thashun, po ja, e mora çantën e tregova, ja, kjo, tas të telefoni, i thashun, as këto lekë nuk po i gjet kam, i thashun. I bjem numrit të telefonit tim, dilte telefoni, i hapur. I thashun, mere çupën tënde për çupën e vet, që i Zamira, mere çupën tënde lushnjë, ta marri ajo, që a e keni marrë telefonin e tezes, e merr kjo me telefonin e vet, merr çupa tezen e vet, edhe thot, o ma mos bet në ratë se i ka tezja, lekët edhe telefonin. E qartë. Po, mua më tha që ti kam lënë gjitha aty, vajta unë me fjalë i pranoj që i ka marrë. Kur u ktheva në lushnjë erdhi kjo prap nga Vlora, se kjo rrin Vlorë, kjo e Amerikës, ka marrë lab. Po. Edhe erdhi aty dhe prap sa kjo mua beti me fjalë që lekët do t'ja jap unë mua, kur të vinë në Greqi, se kjo do ikte pas 1-2 ditë. Prita edhe në aty, se nuk i jala motrës lekët aty në Shqipërinë, tash kur të vete atje do mi japi për derisa ka thënë, dhe kur vajta atje nuk mi ka dhënë. Dhe ditën që kjo do ikte pas 1 viti, kjo si vdik burim pas 1 viti këta ikën me gjithë burr, ikën në Shqipëri. E dashu Zbërie, në momenti që ajo të mori lekët dhe pranoi që lekët i kishte marrë dhe telefonin, kur ti e takove, çfarë i the motrës? Kur e takove në Greqi, nuk ja kërkove lekës, ato ishin lekë, e dashur, ato ishin lekë që të kishin ngushulluar për burrin. Po, për këtë më vjen se ta arrinte në këtë fazë, e arrin vetëm për të më dëmtuar mua, jo se ajo ishte keq për lekë, po për të dëmtuar mua në ekonomi, se e dinte që kjo tani do mbaroj, do vdesi. Edhe kohët e fundit, se arova ta thosha kohët e fundit që burrin do vdiste, kishte 6 muaj që s'fliste me burrin e kësaj. Për çështje pune. Ky thoshte unë të mora unë në Greqi, thoshte ky i Vlonjati. Unë të mora ty, i thoshte në Greqi, ti tani punon, unë mos punon. Ky i tha, po janë kush pronari, thoi që iq Petron, të vijon se unë kam qenë më përpara te kjo punë. Ja tha ky, i thot pronari, ti, i thot Vlonjati, ti nuk di të bësh murguri. Petru di të bëj murguri për burrin tim. Edhe aty një merokamësh, një punë, një ditë pune me fjalësh, do bëj dhe llaçin ky, edhe gurin, murin. Ti nuk ke me fjalë, edhe aty shajnë ofendoj. Jo, ky burin nuk i kthen të llafi, po ky e shau e ofendoj. Ata kanë qenë xheloz ndaj familjes tuaj. Po, që atëre u larguan, ngeli ajo largimit dhe nuk fliste më me burin tim. Burimi kur e takonte rrugës i fliste, ky si kthente përgjigje. Edhe kur vdiq burri im me fjalë, më thotë greku, se mora grekun telefon, më erdhën aty ata pronarë, se unë isha e vetëm komshin kishja turq që punonin në mermer, kati parë, unë isha kati dytë me fëmijët e mi. Edhe si vin dhe ky greku, edhe thotë ky merr
Janin që e ky vlonjati labi, merr Janin telefon të zi, se ishte burrim sa i dasha Berin që ka vdekur me i frak. Edhe i dërgova djalin, vajti kjo djali ma, e thirrli me kam shumë me vrap edhe erdhan. Edhe aty ku unë bëja akoma ato, mos shpëton të angjëlli, bure në krevat. Ata nuk më banë asnjë lloj. Me fjalë, që unë të më thoshte dil këtej se do t'i bëj unë çik forca kështu mos shpëtonte nga zemra, rajet e zemrës. Nuk ashtu fare nga që s'flis. Edhe kur erdha në Greqi pas 50 ditësh, erdhën këta burra e grua të më ngushëllonin për burin. Unë nuk u bëra kafe, nuk mundesha kur ata ikën pa i folur burit tim dhe bën ato sjellje me burit tim dhe me mua, me fëmijët e mi. Djalin më mësuan me cigare. Edhe la 100 euro ajo si gjoja ngushëllim. Më tha mua, po do na i bësh kafe? Unë nuk i ktheva asnjë lloj përgjigje. Po na sill një gotë ujë tha kjo. Iç edhe ujë, e mori vetë api frigoriferin, hodhi në një gotë ujë burrë grua. Ngushëlloj, unë nuk i ktheva përgjigje, me fjalë nuk kisha nevojë për ngushëllimet e atyre, hiç fare, them shumë me gjithë shpirt. E që atëre pastaj ajo e bëri më të keqe i bëri gjithë ta motor vëllezër kundra meje. Po lekët i ktheu, ja kërkove lekët? Pra, kur do i kthej për Shqipëri, më thot mua që unë do iki motor, erdhi më takoj, unë do iki motor, se jo se u shkëputën fare, po unë ja kisha shprehur gjitha ato që më kishte bërë, dhe ajo i dinte shumë mirë. Edhe unë do iki motor, tha nuk e ndonjë hallta, ndonjë problem, tha thoi motrës ta dhe u bë gjën në të qartë, thoi motrës se unë vi për 24 orë këtu, se e kishte leku, e bënte çdo gjë që të donte, se lekun e kishte. Edhe në atë kohë u bëra për të qartë, me fjalë edhe mua më kalkuloto se mendova se kjo me vërtet ishte hyrë në fatkeqësinë time, të më lehtësonte. Kur sa i kërkova lekët, unë i thashun, po lekët kur do mi japësh? Çfarë lekë tha kërkova? Lekët i thashun që i theve në xhmies për motrën e madhe, që kur vi në Greqi do t'ja jap. Jo me tha s'kam gjë lekë, unë tha, po, ne nuk kemi vdekur, i thashun, se unë kam folur dhe me motrën e madhe. Ajo më tha, ç'keti s'ka vdekur motra, nëse ajo nuk t'i jep, sa e tha, ajo s'ka nevojë për lekë, më tha, ajo në e tha, kur vi në Greqi do t'ja u jap. Tim ke mua gjallë, dalun. Mirë, i thashun, iku kjo si i kështu, me fjalë që i kërkova lekët dhe s'mi dha prap. E ndryshoi ato karakterin e saj direkt, edhe sa iku kjo unë marr motrën e madhe në telefon. I them unë xhmie kështu, i thashoj, mban mend çam ke thënë për lekët që ajo do më jepte në Greqi? Po tha, e kam thënë, tha, ç'ke ke motrën këtu? I thashun se mos më kthej llafin pas një jave. Se jo të motor nesër nise për Shqipëri, i thashun, edhe lekët nuk mi dha këtu. I thash për lekët dhe nuk mi dha. Ç'ke ti ke motrën? Pas një javë e marr prapë unë kur vajti kjo në Shqipëri, e ndryshoi e madhja, që sot është 70 ca vjeçe, e ndryshoi llafin ajo, tha. Jo, motor tha, mos më ngatro me këto gjëra mua, tha, më mbaj mendu sa ç'a më mbeti lekësh pas kemi parë. Dhe i ka bërë të gjithë lekët e mia i ndau, me atë, me tjetrën, ndryshuan mobiljet, se ishin goxha lek, se unë e di sa më sillnin shqiptarët, më kanë sjell dhe një tjetër në shtëpi, me këtë burrin e kësaj mi kanë sjell me listë me të gjitha, ka sjell 9.000 euro, dhe unë e di që dhe ato do kenë qenë 7.000 euro. Dashur Ysberie, lekët që shqiptarët i mblodhën dhe të ngushëlluan për vdekjen e burrit, ty ti mori motra nga çanta dhe nuk t'i ktheu më kurrë? Jo, nuk i ktheu dhe i ndau me këto motra që i bëri kundra me gjitha tani. Nuk flasi më me fjalë, jo se 3 vjet ka që i kam ndërprerë me këto të tjerat, sepse e shikoja çdo gjë që ma thoshin ishin fjalë të saja për të më mërzitur mua. Unë si ndënja 6 vjet në Greqi, djali ma filloi alkolin, edhe cigaren që e pinte, edhe kishte filluar cigarea shashi. Aty u shkatrua jeta ime, filloi shkatrimi, siç e kërkonte me motor, që i mësoj cigaren 14 vjeç dhe këto janë edhe alkolin. Më thoshte djali, se unë kam lënë 2 djemtë aty, njëri 14 e tjetri 12 e gjysmë. Mi tregonte ky më i vogli gjitha se këtë se doni, djalin e dytë. Ma, ata pinin cigare në shtëpi brenda, tha. Pinin, Andi i sillte birra, pinte me Spartakun, i thon 14 vjeç ti japësh birrën. Unë jam 55 vjeçe, unë tani shumë pak kohë kam filluar që gjoja i provoj gjërat që dalë ça janë. Me thënë drejtën.
E kuptoj. Edhe djali ma kthyen djalin kundra, këtë të madhin ma kthyen kundra. Dhe më thoshte djali i madh, ti mama, unë i thosha mos shko tek tezja për tek ajo që i bëri keq, i mësoj cigare. Mos shko, mos u tako as me filanin as me filankën, me tezën dhe me djalin. Sepse të kanë mësuar duanin biri mama, se të kthejnë ty kundra meje, të na shkatrojnë. Ti ashtu je, ti s'flet me asnjë, më thosh mua, po unë nuk jam si ty, më kthej kundra se kështu e mësonin ato. Nisën problemet me djalin e madh. Po. Kjo ishte një gjë që kërkonte motra ime e madhe, se po të bësh fëmijën, ta futish në atë rangull të alkoolit edhe të birrës edhe të ashashit, do të thotë që i ka marrë çdo gjë të pjeta dhe ky do u japi drun, do i vjedh, do i bëj të gjitha. Dhe nga kjo arriti i bëri gjitha qëllimet që kërkonte motra ime, i dolën gjitha asaj. Me fjalë jam poshtruar për çdo gjë, po prap nuk poshtrohem nga Perëndia, sepse i gjej forcat në vetvete, nuk jam nga ato që ul kokën. Po çaj, pas 6 vjetëve nga Greqia, 8 viteve nga Greqia, më thot i vëlla, ajde më thot mua se djali im iku 17 vjeç ky i dyti, miku në shkurt në Itali, me që s'kishte mbushur 18 vjeç të fitonte letra, pak ishin pa letra. Si iku djali më thot vllai. Po. Më thot mua, ajde dhe ti motor, tha, mere atë të voglin, tha, ti kështë ti gjykundit bësh letra, tha, se me atë të madhi nuk rrihet. Ky e gjeti mendje për moment, ky vëlla, më tha një ashtu. Okej, tha, shumë të punoj dhe këtë behar se kam pritur tërë bimrin pa punë, të bëj 5 lekë që të kem lekë për rrugë edhe sa kohë të rrirë për azile, si ditë si më shkon. Të kem lekë për fëmijën, për bukë. Okej, tha, ky bëra ato ca lekë një 4.000 ca euro, në atë kohë punoja me 3 punë, sa aq punon 3 muaj, më shumë s'ka në atë ishun ku isha unë. Erdha në Shqipëri, zora një pasaportë të re dhe për vete dhe për djalin, edhe djalin pas 2 ditë dhe ky madhi, erdi pas meje nga Greqia, se ai nuk e mblidhte dot lekun më, që të rrinte në shtëpi me qira me drita me ujë, të pagonte. Pastaj me djalin e madh çfarë ndodhi? Me atë që ti ke problemin. Djali i madh vajti të xhaxhai në Novaj, në Skrapar, se atij në gjente mbështetje, këta të tjerët nuk i qas një më, se këta e donin ta sillnin në këtë gjendje dhe t'i mbyllin dyert, që unë të vuaja këtej, mos të dija nga është djalin, ku vajti djali, ç'a bën djali, ku e futun, ku e bën. Ti isha kështu e çmendur, më donin të çmendur. Gjithë njerëzit e mi donin që të çmendersha. Edhe më thoshin, ku e pam këtu, e pam atje, më thoshin këta, vëllezërit e motrat e mia, po me mua 10%. Donin me atë të Amerikës 90%, llogaritë donin vetëm të bënin keq mua, të më jepnin lajmet e liga. Jo diçka të mirë. Po në atë kohë që ti u largove nga djali i madh, kishe kontakte me të, flisje? Po, me djalin e madh flisja, edhe që kur nuk ishte mirë më shante, prap flisja, më bënte blok, le të më bënte, unë si bëja blok, më bënte kur donte më bënte blokun, okej. Po, si vajti të xhaxhai aty punonte në Malz në ato pllaka që nxirrnin. Po. Edhe ka punuar edhe me këtë vllajin që më tha mua, hajde motor, ike edhe ti gjikundi, edhe me këtë ka punuar. Ky ka pas një skrep, hapte gropat atje që nxirrte gurët e mëdhenj, dhe djali im i nxirrte gurët me krah. Djali im ka punuar e një tërë fshati atje që më kanë thënë njerëz, edhe para 2 muajve kam qenë në Novaj, më kanë thënë se koçidoj që erdhën për kafe, ato të ofisit aty që e kishin pa djalin kur punonte, dhe më thanë, po çfarë vllai paske moje nuse ëngjëlli. E kemi parë me sy tanë që sa punonte djali vogël edhe jetim, dhe qysh ja bëria i vllai jot ashtu se ma kishte rrahur vllai, se ky i kërkonte lekët, pastaj ky s'ja jepte, edhe ishin ka ca fytyrë aty. Po vllai, ky djali im ishte i vogël. 20 vjeça, 22, 23, diçka e tillë në atë periudhë ka qenë. Po. Edhe u bën agresiv të tërë. Ky vllai pastaj i erdhi që pse ma bën një pikë kështu, u tha 2 djemve të tij, kështu ma ka bër djali filankët për mua. E qartë. Ma morën 2 djem e këtij, ma morën me makinë gjoja, hajde poshtë, djalin pa i thënë gjë dhe ma kishin rrahur. Daja ka dhënuar nipin i bie. Po, nipi me fjalë djali Dajos, re djalin e Allës. Edhe që mos t'i kërkonte lekët t'jatit, që kish punuar, nuk i dha kokrën e lekut ky vllai. Po ti fole me vllajin tënd? Fole me vllajin tënd atë kohë që pse s'ia jep lekët djalit për punën që ka bër? Po kur marr vesh unë marr me vonesë, edhe ja kam thënë.
nuk më ka thënë asnjë, s'ka shpjegim, se i pëlqejnë lekët i mbaj për vete. Nuk ka shpjegim. Se ky vëlla është tamam si ajo e Amerikës, janë të dy. Ky do vetëm të përvetsoj, të marrë jo shtëpinë, jo tokat, jo shke. Po ç'a ndodhi më pas? Është vetë njeriu, kështu ka qenë që në kohën e Verit, s'pare ande punën dhe ku gjente ndonjë. Më prende biletën me lekë mia, normale. Biletën dhe 2 net thjetje në hotel. Do flia unë me djalin dhe vllajën në një dhomë. Okej, kur do vinim në aeroport, nuk e lejonte kjo aeroportit vllajin tim, ti pas ke kaluar në Greqi, diçka e nxorri një problem që pse e ke bërë ke vajtje kthyer brenda ditës në Greqi, nuk donte. Ose donte leka ajo, se nuk e di, del në kompjuter i tha ajo. Edhe i solli probleme, edhe me vin vllai mua te veshim thot, më nxirr sa lek tha që të më shikojnë lek se s'kam lek si turist që të vi me ty të çoj atje. Edhe unë siç e kisha bërë 9.000 euro, i mora me vete. Edhe I shikojun po i nxjerr edhe i numëroj, t'ja jepja me një llogari që ta di sa i thash vllai, ti ashtu kulturën më thi siç do ai. I numërova unë 750 euro ja kam vënë në dorë. Pa mos i numëroj thaj. Jo i thash se edhe e mori, ja tregoja asaj ja ku I kam si turist 750 euro. Më në fund ajo prap debate, më në fund ju mbushmendja kësaj të sportelit. Hajde më bli një çokoladë, thaj, bleu një çokoladë 15 euro ai aty. E la të kalonte erdhi me mua dhe me djalin. Këto leku nuk ja kërkova dhe nuk mi dha. Me fjalë 100 euro kanë bërë të tëra. Çokoladën që I bleu me fjalë asaj. 2 ditë kemi ngrënë bukë djathë e domate në hotel, se nuk ngrëm në për tavolina, për lokale, me thënë drejtën. Aty janë ngrëm të dhoma, edhe 2 karta telefoni kemi blerë, dhe taksin 20 euro nga aeroporti në hotel, janë 150. Të tjerat ikë. U kthye ai ndonjë një javë aty te një pakistanos. Gjeti një shok aty, e mori të shtëpia ai, nuk pagoi lek hoteli. Gjitha lekët nuk më tha një herë që motor kaq lek më bëri rruga. Edhe ngrënia për një javë që kam pritur derisa ti të morën në azil. Edhe më kanë ngjerë 100 euro. Kanë ngjerë 50 euro le të thoshte. Po ja kërkove ti, ja kërkove? Po ja kam kujtuar, jo se ja kërkova. Ja kam kujtuar që unë të dhash lekët, ti more vëlla nuk e bëre një herë. Të më thoshe motor kaq lek prisha sa ndonja te tjetri kam ngrënë bukën time, apo e qartë. Kaq lek më bëri aeroplani që u ktheva dhe më kanë ngelur 50 euro. Nuk më the asnjëri thash unë. Unë kam paguar me para rrugët që ti erdhe deri në Belgjik thash unë me bukë me të gjitha. Djalit e kuptoj që pas ke pasur goxha probleme me motra dhe vëllezërit që në një farë mënyrë të kanë shfrytzuar, ti kanë marrë para dhe si kanë kthyer kurrë. Po me djalin e madh çfarë ndodhi? Tani me djalin e madh, ky vëlla para 6 viteve që më solli mua këtu, më tha, motor tha, do ta marr Spartakun tha, do vete te doktori në Tiranë tha, ti bëjmë një vizitë tha, edhe në Vlorë tha, në psikiatri, llogaritet për psikiatri. A pse ka qërënte që nga djali? Po tashi, ky vllai im e mori që t'i nxjerr një kemp tha, me atë mënyrën e tij si kemp të marrë lekun. Jo se është në këtë gjendje. Ky asha shtëpi, sepse të gjithë e pinë ata, e kanë provuar këta një pritë mi. Po ky u bë më keq se ishte pa babë edhe ju vun të gjithë me fjalë. Nuk e qasin më në shtëpi, nuk e hapin derën, edhe ca lekë që më kanë mua të gjithë borxh, unë e kam dërguar në fundit. Më fal. Erdhi në fund të gjithë kërkoi dajo, si kërkoi atëse se më ka kaq, kur kam ikur ja u kam lënë për ty, i thash. Që po të duhet ty për doktor, për të ngrënë, për të veshur. Mos të lënë në rrugë, i thash. Po sot djali Spartaku ku jeton sot? Sot Spartaku Spartaku ka qenë vajtje hardhi Greqi, Shqipëri, edhe në Novaj ka gjetur mbështetjen te Xhaxhai. Që njerëzit e ka dhe një djalin e Xhaxhai që është 8 muaj më i madh nga djali im, edhe kanë shkuarje. Me fjalë duan. E kuptoj. Si kushërin, si djalë xhaxhallarësh. Ti ke atje kanë bërë ti dërgon para, e ndihmon djalin. Po. Por ai marrëdhëniet me ty si ka sot? I ka rregulluar? Po. Djali im si bëri këto letra të vllai im, se duhet ta nxjerrte ky tani. Ktu është më kulmi që unë të shkruaj ta. Ja bëri ky vllai, më tha, motor tha, po duhen sa lekë që ta çojmë për doktora, tha, duhen sa lekë. Po unë tani për momenta nuk kam lekë se s'kam shitur gjë. Ai s'ka asgjë për shitur, po ashtu thotë që të mbushi mendjen. Kam ngel pa lekë, me fjalë donte në një lekë për meje, gjoja t'u jepte doktorëve për të mbushur letrat që ky është njëri rrezikshëm.
Po. Ky sjell rrezikshmëri në familje, në rrugë, në publik, në çdo vend. Ky absolutisht nuk ka na këto. Isha para një viti e gjysmë, kam dhënë 5 ditë me djalin te vllai im i madh që ka grua, edhe ne të tre, unë me dy çuna, kemi dhënë 5 ditë, kemi ngrënë, kemi pirë, kemi dalë kafe, gjëra shumë vërdall. Absolutisht, vajta dhe në Nova, i kam dhënë një ditë atje vetëm për të takuar më shumë njerëzit, se kisha vite pa vajtën, 8 vjet. Edhe djali për bukuri, djali punonte, merre me punë aty në përmal, siç nxjerrin bota. Ndërkohë, siç mbledhin dhe lule, se e shikoj, unë kam nevojë, ai kishte nevojë që të rrinte me njerëz, jo vetëm, se vetëm ka punuar në Greqi, me dele, ka qenë vetëm, e ka humbur prapë, ka ndonjë 8 muaj dhe është kthyer prapë. Me fjalë që nuk i rrihet më vetëm dhe më ka thënë, o ma unë nuk rri dot vetëm, se unë mërzitem, ndaj filloi pi duan prapë. Se ka munduar që ta lëri, edhe nuk i ka mundur dot, e kalon dhe e ka thur prapë. Edhe këto letra që ka bërë vllai im tani, i kanë dalë kishte 3 vjet që ja kishte futur këto letrat. Nga ato për kemp. Të shëndetësim, ndoshta po për kemp, dhe i dolën letrat dhe kishte lënë adresën e këtij vllai të madh, se ky vet tani ka ikur për fëmijë këtej, jo Holland, jo në Itali ku ka fëmijë, ky vllai. Edhe la adresën e vllait të madh, që kur të vi posta të vitet ty. Edhe i thon vllait, i lajmëroi vetë vllait, sot kështu, i them djalit unë në skrapare, marrë telefon, o biri mami ti thashun kështu. Dajo sigareta, ajo letra mos të kanë nxjerrë atë kempin besoj. Edhe ky u gëzuan se fra, 100.000 lekë. Po. Kur vajti, ata nuk i than për lekë, po i than për ta shtruar. Se ky del për të shtruar tani, nuk del për fitim leku. Ky del që nuk ka mirë në trut. Do të thënë Daja ka paguar doktorët që ta bëjnë të sëmur djalin, që të fitoj kempin. Tani djalin duan ta fusin në psikiatri. Moj në psikiatri ka vajtur disa herë dhe në Vlorë na 20 ditë. Ky është skandal. Po, motra me vllan vinin ma shikoni psikiatri, më thoshin vajt me pa, unë këtë i qaja ullëria. Se unë e di djalin tim që djalin nuk ka probleme për atë vend. Por ka çfarë probleme ndodhi? për njerëz, të rinë në njerëz. Në momentin që i erdhi letra, e morën dhe e çuan në spital, çfarë ndodhi? Ma trego. Jo, ky vet kish bën një sherr aty në Vlorë, se ne shtëpinë e kemi në Vlorë faktikisht. Po. Është bërë pa banushme, po urrinte djalin përpara tani që së rri është bërë pa banushme. Edhe ky kish bën një sherr aty afër psikiatrisë. Nuk e di se kush i kishte rënë një në qafë, ishte kthyer me grushta. Në atë kohë policia kishte qenë aty afër, kish marrë, kish futur te kjo derë e psikiatrisë. Aty e mbajtën 20 ditë. E panë që si ishte për të mbajtur shumë, e nxorën. Edhe këto letra tani që ja kanë mbush vllai im, i vinë i kanë ardhur para një viti, i kanë ardhur te vllai im, adresa vetë vllai, unë i them djali paraqitet me vllan në lushnjë, i thonë atë lushnjës ti për të shtruar, i thonë. Ose do vesh vetë ose të çojnë që tani thot policia aty ku ashtu. E qartë. Në do të vesh me dëshirë, shko. Në e ke problem. Në do të vish me makinë aty të çojnë neve. Djali im si ishte për atë, sa doli që ande iku në skrapa, me fjalë, unë nuk jam për atë gjë, tha. Tha, letra më ka bërë Dajua mua, tha. Unë s'do të di fare, tha, se Dajua mi ka bërë për lekë, tha, më thoshte, tha, do të nxjerrë kem, do të nxjerrë kem, tha. Që të merrte dhe lekë pe meje, motor bëra, dhash kaq para, të bëjnë kaq lekë, unë i thash, mi mblis të gjitha me fatura, unë do t'i paguaj dhe kafen, dhe rrugën, dhe gjitha, përveç atyre shpenzimeve të shtetit. Po ku ndodhi ky problem? Ku ndodhi ky problem? A fole me vllain që të triqej nga ato dokumenta, ta linte kempin, sepse djali po rrezikonte të futesh psikiatri. Po tani ky tha do të dali motor, do të dali kempi, do ti marri ato lek, ai djali tha mos të bjerë ty në qafë për lek. Tashin e pritën për lek. Atë djalin e morën e çuan në spital. Në si fillim në Saran, se e kapën duke ikur për Greqi nga Konispoli. Nga Konispoli, e qartë. Po, aty e kapën dhe aty pastaj i dalin gjitha në kompjuter që këtë e kërkonin për ta futur te ky vendi. Edhe e mbajnë në Bënç, ja 3 muaj në Bënç, nga Bënça e kanë çuar në Shënkoll. Tani aty në Shënkoll ky ka një vit. Një vit tani në Mars ka mbushur në Shënkoll. Ai është në spitalin e Burgut. Është në spitalin e Burgut. Po për çfarë është dënuar? Është dënuar me mjekim të detyrueshëm, çfarë dënimi ka marrë djali? Tani këto letra që ky vllai im i ka bërë që
siç më tha ky djali kanë vajtur para një jave letra që ky di tani për çfarë është aty. Po ti Letra thotë o ma, ky sjell një rrezikshmëri të madhe. Janë të shkruara. Ky person është me rrezikshmëri të madhe, të shumë të lartë. Kurse unë djalit i kanë mbajtur dhe para 2 muajve. Edhe le të shkruajnë dhe ata që mbajnë aty një vit. Se çfarë sjellje ka djali aty? A është zën, ai ka goditur, ai ka rrallë, absolutisht. Djali aty merr ilaçe tash 3 herë në ditë. I them, çfarë ilaçesh, kokra janë nga këto, po djalin s'ka pirë ato gjërat e mëdha, heroinë, kokainë, përveç se ashashit. Po ti ke ardhur e ke vizituar djalin për gjatë këtij një viti që ka qenë që është në spitalin e Burgut? Po tani isha odeta në dhjetor, në 29 dhjetor jam kthyer, kam qenë nga data 18 deri në 28, kam qenë në Shqipëri. Po çfarë të tha djali? Çfarë të tha djali? 2 herë në Burg. Çfarë të tha djali? Djali nuk e priste për këto letra. Djali tha, o ma, them tha se deri në nëntori do më nxjerrin, me fjalë se nuk e nxorën në nëntor, më tha deri në marsi do më nxjerrin, se unë po i bëj një vit këtu tha. Kurse para një jave më mori në telefon, më tha, o ma, tha, ato letra që unë prisa, kish bërë një kërkesë për të ardhur, për të hapur gjyqi tani për çfarë po e mbajnë aty atë, i kishin ardhur për gjyqet nga Fieri, dhe i kishte lexuar, thoshte ky duhet mbajtur brenda se është në sjell një rrezikshmëri të lartë në publik, në familje, në kudo. Tani për këtë, ju i kutruri, unë jam shqetësuar 2 netu s'kam fjetur gjumë, ora 4 mëngjesit më ka zënë, deri në 7 që nisem për punë. Sepse unë djalin edhe e kam parë, unë kam 5 ditë para 1 gjysmë. Tani kam 2 herë i vajta me gjithë djalin tjetër në Burg dhe me i parë brenda. Djalin absolutisht i qeshur, i shakas, i humorit, i ka të gjitha. Nuk ka absolutisht këto agresivitete. Edhe kjo është shokuese nëse ka ndodhur kështu. Le të shkruajnë ata aty brenda, si është sjell për një vit që ka brenda aty. Po procesi gjyqësore. E qartë, ai është dënuar dhe me mjekim të detyrueshëm, kjo është e sigurt. Por ti ke vendimet e gjykatës, ke dokumentat e djalit? Unë kam qenë këtej odeta, vetëm ato letra që kanë mbledhur që kanë çuar në këtij, në shkollë. Por vllai jot, njerëzit e tu, çfarë thon? Vllai im, ja këtë thot, se ata kanë inatin, e çuan dhe në atë gjendje, tani thotë unë do ta nxjerr në Burg, do të vi të vrasi aty ku je. Vllai thotë që nga që e di që ky ka pirë shashin dhe e nxjerrin si problematik me atë shefin e tyre të madh që të më mërzisin mua, edhe thotë unë do ta nxjerr, do marr një avokat, do ta nxjerr në Burg e do ta sill te shtëpia jote ku je ti të vrasi këtu. Po mirë, ti vete ke takuar djalin, ti thua që djali nuk ka probleme? Jo, absolutisht. Për këto ilaçe, shiko, për ashashin që ka pirë kisha dëgjuar që është një spital, është i mirë, se mbajnë qartë, të pishma dhe e lejon. Nuk e lejon më të pirë. Është rehabilitim ajo, është qendër rehabilituese për njerëzit që marrin drogë. Por djali jot është në Burg dhe po mjekohet për sa i përket shëndetit mendor në këtë rast. Unë them këtë, djali ka pirë ashashin, unë nuk e mohoj ashashin. E qartë. Biles ishte një vit që ai punonte në mal, i rinte ky nipi në mbrapa, edhe ashashi nuk e pinte ma. Unë odeta dua vetëm djalin ta marrin të ma vizitoj një herë në ato vende që ma ka quar ky vëllai, të shikoj, a është e vërtet, a i ka marrë firmat me lek, i ka dhënë lek ky vëllai, e ma torturon djalin atje kot. Unë s'jam kundra rehabilitimit që ti jetë atje të marri ilaçe, po them se përderisa ato ja kanë shkruar shumë keq, kanë thënë që është me rrezikshmëri të lartë, unë tani po them që djalin tim po ma çmendin atje me ilaçe. Sepse për këto një vit është e di unë, sipas njerëzve që kanë pyetur, një vit të pinë ilaçe me fjalë që të lë ashashin. Po nëse ai quhet i rrezikshëm, ai djalim ka thënë që këtu ka njerëz na 25 vjet mbyllur, i mbajnë se kanë vrarë mama, vëlla. Ai s'ka vrarë asnjë në fis, asnjë në rrugë, asnjë gjikundi. Ku i gjeti rrezikshmërinë e lartë? Ai vëlla që i ka shkruar e bëri për ato lek. E ka bërë për ato lek që ti thoshte ti nxora unë dhe dalë të ti marrun tash. Nuk i binte njëri në qafë, ka qenë Greqi, si binte njëri në qafë, nga 8 muaj në përdele, kështu mbante bakti, çfarë lloj pune ti dilte, vinte këtu me lek, nuk e prishte ende lekun, vinte këtu, kur vinte në Shqipëri, pastaj binte në para ai, siç e sillte dhe fillonte e prishte.
Sepse nuk gjente mbështetje, ngelej vetëm, me fjalë pa mbështetje, vinte për të dajë, vinte për të... Po dy fëmijët e tjerë, po dy fëmijët e tjerë e kanë takuar vllajin? I madhi ky në Italisë kështë ka lëvizur asgjë kundi, ky as këtu te mua, më mbajta 10, e pash kisha 8 vjet, pa vajtur në Itali, kam vajt për djalin për ta takuar me gjithë të voglin, kurse unë me këtë voglin e kemi takuar 2 herë këtë djalin, se edhe unë isha pa letra në këtë nga Ria. Nuk vija dot. Gjitha gjërat që janë bërë atë kohë kur unë isha azileve pa letra. Këto letrat e djalit tim janë bërë kur unë isha keq, vuaja shpirtërisht për ku po rria rreth azil, përveç që më mërzisnin dhe me këto të djalit kur më thoshnin e çuam këtu, e futëm këtu, e futëm atje, e futëm psikiatri në Vlorë, e futëm te me fjalë doni si mua të më shkatronin. O deta unë vetëm të ty kam shpresë. Dhe në asnjë vend, se unë edhe në Shqipëri ishja, edhe të vi prap, nuk të hap njeri 2 herë që ti mbarosh punët shpejt edhe ti ikësh prap të vish të kthesh te puna. Unë me këtë punë po mbaj djalin aty, ja dërgoj lekët muaj për muaj, unë me këtë punë ndihmoj sa ka qenë pa punë djalin në Itali, unë me këtë punë ushqej djalin këtu, të voglin se kam në shkollë 15 vjeç, unë me këto 2 krah po mbaj gjithçka, po mbaj veten time, po mbaj shpirtin tim, po mbaj mirë hallet të kurisë. Unë uroj që të bëhet më e mira, sinqerisht. Kështu që të përshëndes dhe do mbetemi në kontakt. Odeta, rrofsh faleminderit, me fjalë s'di çfarë të them, po vajte, po interesove të shikosh vetëm letrat një herë dhe vetëm këtë dua, të më vizitoj një herë në ato letra që kanë vajtur vllajin, të vend ta çoj një herë vetë këta të burgut. Që është në atë gjendje se ata e din ka një vit se si është djalim, nëse është problematik, nëse duket që ai e do ta pija qysh atë. Me fjalë çdo gjë duket aty për një vit që ata e kanë mbajtur. Gjitha letrat vllai mi ka bërë falso për lekë. E qartë. Sepse dhe mua kaq më ka thënë, motor, jam këtej rrugëve po nisem për të bërë këto letra me Spartakun në mbrapa e kam thënë. Faleminderit, Adeta, rrofsh të gjosha të mira zemër. Inshallah bëf gjithçka. Mirupafshim. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Ju falenderoj të gjithëve ju miq që qëndruat deri në fund të kësaj video. Mos harroni të jepni opinionin për shtypjen tuaj poshtë videos dhe këtu lart te fotoja ime të abonoheni në kanalin tim zyrtar ku çdo ditë unë me ju ndaj histori të ndryshme. Faleminderit.